Labinat Gashi, apo të kujtohet kjo zyre. Kjo është zyra ku tash për momentin është e zbraz, sepse ka ndryshu ca gjëra këtu, por jemi në televizionin Dukagjini ku labi, o pop labi, o pop njeri, këtu dhe ka filluar dhe thot karierën si moderator, është pikrisht kjo zyra, lab, do shta pak nostalgji, po do të ngjitemi tash pak edhe lartë, të shojmë ambientet e tjera dhe thot të vendit të punës tënë të parë. Në për koridore kemi një lloj ekspozite të gjithë punëtorët dhe thot që kemi qenë pjesë e radios. Kjo është studio, dhe labin e kemi pasë edhe shpesh këtu në studio. Dhe thotë po përmend labin sepse kjo është vendi ku edhe e ka fillu, tham, karierën si moderator dhe tani shumë i suksesshëm. Peja ka 3 parqe, e ka parkun Karagaq, parku i mesëm, apo parku i Paqës, i cili është në këtë drejtim, e po ashtu e kemi edhe parkun e vogël. Ndërsa tash po shkojmë paksa tek kinemaja Jusuf Gërvalla. Është pjesë, shifni, si lloj ekspozite kjo, do të thotë, po pjesë artistike e teatrit. Që nga i mbyllur, por me gjithat është prej teatrove më të bukura dhe më të kompletuara në Kosovë. E kemi 2 kate, ulse parafërsisht 320, me gjithat nuk është shumë funksional sa i përket shfaqjeve, ka shfaqje të ndryshme, edhe zakonisht përdoret edhe për ceremonit të ndryshme, qoftë komemorative, qoftë ndonjë organizim apo fjalim, por shfaqjet mungojnë, nuk është se mungon ndoshta spektatori, sepse po të cilin me tepër shfaqje sigurisht, do të vinë edhe spektatorët dhe të kënaqen me kulturën, sepse edhe teatri është pjesë e kulturës së një qyteti. T'ju them një gjë, ndoshta nuk e përmenda tek teatri, e kemi për shembull prej aktorëve të njohur, të njerin Faruk Begollin, jam prej qytetit të Pejës, ndërsa kemi edhe shumë aktorë të tjerë të thotë që kanë dalur nga Peja dhe janë prezant tani në aktrim, ndërsa nëse shihni bicikletat në Pejë mos habisni sepse shumica e njerëzve në Pejë udhtojnë me bicikleta. Peja është rrafsht, edhe ju mund ta shfrytëzoni një bicikletë që të shëtisni Pejën, nga ato që të filloni për 10 minuta nga qoshin që shkoni. Ajrin e ka pastër, është vend i mirë për jetesë. është i bukur, ujtë e mirë, ajrin e mirë, çdo të mirë e ka Peja. Prej rrugovës nalt një teleskop edhe me zell burimin e drinit. Ujvarin e drinit, burimit është diçka e veçantë, është një begati natyrore me vlera të jashtëzakonshme dhe uji që kemi ne këtu duhet mi servu ose ujë të Pejës ose birë të Pejës, dhe këtu e në 2 vlera. Tek parku i diasporës shqiptare është edhe komuna e re e Pejës, për cilën mund t'ju them që me mburje themi që kemi pasur ndër të partë atë sistemin ku nuk ka nevojë me prit në radhë. E merr numrin, janë sportelet me radhë, edhe për 2-3 minuta të vjen radha, nxjerr dokumenta, certifikate, këto gjëra, kështu që tash është futur edhe në për komuna tjera në funksion. Kjo disa prej komunave ndoshta janë gjitha, por megjithatë është funksionale, komuna e Pejës. Puna mërë, a u lodhe? Qëshje? Qësh më kalan? Kom zonë në rusht thotë.
Me brusnicë, është i mirë. Ja, është, ju thënë ndryshe? Kremberi. Kremberi, Ti që boni? E lo? Mirë, i në nxjerime. Ate gishtin e ata lo që ti. Shko që mbuna mirë. Kjo tjetër është veçori do të të mpej që kemi saj përket kikirikitore. O mi thonë kikirikitore? Kikirikitore, jo. Levlevitore mund, kikirikitore jo. Se që e është akuzan. Cila prej gjësandëve këtu shqitet ma shumë dja? Po varet si pas shmimet, si pas gjebit, a këtu në gjushki. Po, me gjithat para dzezat para. Dzezat para, kikirika, levlevija që e është. Për që të e ka emre levlevitore që e është. Kësaj lagjës, jena marrë tjetrit, dhe më thonë, baba, gjyshi, është me tradit. Ti për vetje që ka pëlqen ma shumë ditë, qyfta dhe që? Qebaba, se qebaba të pejës. Për mua dhe për Sadikin, 2-5. Normal, shkojmë me njerë. Krypë dhe sfec, u bom, ne i herë. Përveç ushqimeve që po i përmendim që mundin me hongër e gjitha këto, mundin me vazhdu dhe drejt në këtë rrugën edhe me shku në ngryk të rrugovës. Edhe të shihoni edhe bukurit natyrore të qytetit e Pes, apo bjeshve të nemura, parkut nacional. Kurse para se të shkojmë atje, kemi këtu afer edhe një frizer, berber, i thojmë pej, që të shofim që shpo shkojnë dhe qetjet, sepse keni nevoj shpesh dhe qetji, bilim, ndër tjera, në pej qetja është e lirë, 2 euro, 2 gjys, për roje, 50 cent, 1 euro më duket, i pysim ata. Shojmë qëfar art style i bëvojnë. Puna mbara u lëdhët. Qau bëni, e një mirë. E një mirë. Shkusheni, e një mirë. Qau bëni, e një mirë. Une ma herët thash që mbej qetja është 2 euro gjys, 2 euro 2 gjys. A shkon me centimetra që është? Ja, tamar, me metr pak. Edhe a duhet me bo rezervime, a mund edhe njerëzit me prit? Po rezervime, po ty ta boj pa rezervime, se të kena. Në gjapë shumë. Edhe shpend, përveç që këtu jeni disa kolegë dhe kër jeni punë qedri, ju jeni të organizua dhe sa di një festival, apo festivalin e kampingut, a? Do më thonë qenë kanë qeshorë. Korek, valë, gjulaj. 15, 16 edhe 17 korek ka më konë në rrugo Pejës. Festival jeni? Festival, po, i trive. Kamping, aktivitete, muzik, aktivitete gjatë ditës, tanat, lojra, tanat. Qethjet që shmë shkojnë? Qethjet mirë, po shkojnë, nuk është keq, mirë. Sa rritën flok, që është kena punë. Pej ka dhe veçori apo gjësande të veçanta, e prej gjësandeve të veçanta apo objekteve është edhe shkolla artit që e përmendin disa, nësa është edhe kjo shkolla speciale për të verbër, e po ashtu edhe për personat me shikim të dobësuar. Po vullim pak sa mrenda të shofim a do e takojmë dika këtë. Gjavit Kastrati, drejtori në qendrën burimore për mësim dhe këshillim Gjiladin Deda në Pej. Është qendër burimore cila trajton procesin edukativ arsimor të gjitha nivellet e arsimit parauniversitar për nxënës të verbër dhe me pamje të kufizume, nivel të Kosovës. Kjo është temi shkolla e vetme, sa i përket personat të verbër. është qendër burimore, shkollë speciale me drejtë dhe mund të quhet shkollë speciale vetëm në nivel të Kosovës, që rëndomë si ndodhë në për gjitha shtetet e rajonit edhe në disa shtete kryesisht me gjeografi të vogël, janë unike për arsye se koncentrimi i ekspertizës duhet të jetë një vend edhe numri i tyne i personave të verbër ose me pamje të kufizuar rëndomë sillet numër simbolik diku
3-4% i popullsisë vendeve si pas disa statistikave ndërkombëtare. Kështu që edhe ne jemi e vetmja shkollë nivel të Republikës, po gravitojnë edhe nxënës prej qendrave tjera të shteteve fqinje, si prej Shqipërisë, Maqedonisë, Lugina, Preshevës, Malit Zik, pas më përpara e kështu me radhë. Këtu jemi tek Muzeu i Etnologjisë, do të futemi edhe brenda ta shohim pak, ndërsa këta gurt këtu që po i shohim jashtë datojnë me shekuj. Ja, te gurt e vjetër me shekuj. Do të flasim me drejtoreshën e Muzeut Etnologjik Besa Berisha. Besa. A po na përshkruan pak sa muzeun çfarë përmban? Sigurisht. Muzeu i Pejës është muzej cili është themeluar në vitin 1977 dhe është i vendosur këtu në këtë objekt vjetër që është përndryshe konaku i të Hirbeut. Muzeu i Pejës sot prezanton 2 ekspozita, njëra me karakter etnologjik dhe tjetra me karakter arkeologjik. Do të thonë të dyja këto ekspozita prezantojnë trashëgimin kulturore të trevës së Dugaxhinit. Ndërsa se përket turizmit, turistat sa e vizitojnë, do thotë muzeun, pavarësisht që është në qendër Pejës, ndoshta ndonjëherë edhe nuk din ta gjejnë. Vizitohet mjaft, meqense ne asnjëherë nuk jemi të kënaqur me numrin e vizitorëve të cilët e vizitojnë. Do të thonë gjithmonë kemi dëshirë që të kemi sa më shumë vizitorë dhe mundohemi me punu sa më shumë në atë drejtim që t'i tërheqim ata. Përndryshe, ky objekt ose vetë Muzeu i Pejës është edhe si pikë turistike në qytetin e Pejës, kështu që në vazhdën e objekteve tjera kulturore historike vizitohet mjaft. Atëherë ne po ju sugjerojmë të gjithë turistëve, të gjithë atyre që vizitojnë Pejën, të vinë këtu tek muzeu, për të cilin ne po futemi brenda dhe të shohim se çfarë ka. Po, patjetër. Faleminderit. Edhe krejt në fund këti rrugtimi për shtetin e Pejës, sigurisht nuk këna përmbledh dhe gjitha vendet që ju këshit mujtë me vizitu, me gjithati na mundu gjatë gjithë kohë që edhe përmes njerëzve që po i pysim se qka këshit preferu, po ndalime në njerën prej kafiterive që unë e frekuentoj dhe po ashtu të qytetarë të shumët, po ndalim pak në dio. Jemi parashtatorës Haxhizekës, për cilin ju e din që është një adhetar i madh i çështjes shqiptare, është themeluesi i lidhjes së Pejës, përndryshe Peja njihet edhe si qyteti i Haxhizekës. Po e përmbyllim para kësaj shtatore këtë vizitë të qytetit e Pejës, duke thënë që Peja ka edhe shumë gjëra, shumë monumentet e tjera, përfshirë edhe lidhjen e Pejës, po ashtu ka edhe sportistë të ndryshëm, ka shkencëtar, ka gjëra të ndryshme. Pejën ja vlen ta vizitoni, nuk ju kemi sjellur të gjitha gjërat që mund t'i vizitoni në Pejë, por duhet vini ta vizitoni dhe t'i mësoni edhe të tjerat për Pejën. Faleminderit e miru dëgjofshim, miru pafshim.